Gjetja dje një trupi brenda një makine të shkrumbuar nga flakët ka alarmuar policinë greke. Prej 24 orësh janë duke u kryer hetime intensive, ndonse ka shumë mister mbi ngjarjen në Viotia, një gjuetar pa një makinë të djegur, teksa brenda saj ishte trupi i karbonizuar i një personi që ishte i prangosur. Në mediat greke u fol se bëhet fjalë për një shqiptar, por në raportimet e fundit thuhet se nuk ka asgjë të sigurt. Sipas mediave, policia po heton zhdukjen misterioze të një ndërtuesi shqiptar. Ai është zhdukur rreth 4 ditë më parë, por nuk kishte qenë shqetësim për autoritetet në të kaluarën, pasi familja e tij nuk ishte në gjendje të kuptonte se çfarë i kishte ndodhur. Sipas informacioneve, ai është një ndërtues shqiptar që jeton në Evia dhe ditën e zhdukjes së tij po shkonte në Vilia. Fillimisht ai u nis nga Evia me një të njohur, bëri një ndalesë në një zonë të Ishullit për ta lënë të afërmin dhe më pas vazhdoi rrugën i vetëm në makinën e tij. Mjeti i ndërtuesit është gjetur i braktisur nga policia. Një antar i familjes do t'u japë autoriteteve ADN për të përcaktuar nëse burri i zhdukur është burri i gjetur i karbonizuar në Viotia. Mjeti i djegur u gjet rastësisht dje nga një gjuetar. Burime policore raportojnë se ai ishte i vjedhur nga zona e Glyfadës majin e kaluar dhe kishte targa të falsifikuara. Departamenti i vrasjeve ka marrë përsipër çështjen, i cili po shqyrton seriozisht mundësinë që ky zbulimi i tmerrshëm të jetë i lidhur me vrasjen e biznesmenit 42 vjeçar Janis Lalas, ngjarje e cila ndodhi të shtunën e kaluar në Eptalofos. Siç i tha një oficer policie ERT-s, të dy rastet duket se përkojnë në kohë, ndërsa tregojnë edhe karakteristika të përbashkëta në mënyrën e veprimit të autorëve. Në të dyja rastet u përdorën automjete të vjedhura nga Atika, në të cilat ishin vendosur targa të falsifikuara, të cilat më pas u dogjen për të mbuluar gjurmët. Zyrtarët e policisë për vrasje po e përqendrojnë hetimin e tyre te një grup prej 14 personash që janë zhdukur nga Atika në 5 ditët e fundit, me qëllim identifikimin e trupit të karbonizuar dhe gjetjen e personave përgjegjës për vrasjen e dhunshme. Sa i takon vrasjes së biznesmenit, 42 vjeçari kishte shkuar me një grua dhe 2 çifte të tjera në një hotel pranë Araçovës. Autorët po monitoronin lëvizjet e viktimës dhe kur ai doli në balkonin e hotelit, ata hapën zjarr ndaj tij me Kalashnikov. 42 vjeçari vdiq menjëherë. Një makinë e djegur u gjet aty pranë, të cilën policia beson se është përdorur nga autorët e krimit. Vrasja e 42 vjeçarit i atribuohet sipas informacioneve një larje e hesapesh, pasi viktima dyshohet se ishte bashkuar me grupin kriminal rusisht folës që drejton sektorin e kontrabandës së cigareve, ndërsa në të kaluarën ishte përleshur dhe me një antar kryesor të mafias greke. Ndërkohë majin e kaluar pati një tjetër atentat kundër viktimës jashtë një stacioni benzine që ai zotëronte në Anoliozia, por ai shpëtoi fal makinës së blinduar.